Shqipërinë. Nuk e do në Europë, po mbron ballukun. Hajde të gjithë bashkë, edhe një herë tjetër. E duam Shqipërinë, si gjithë Europa. 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 Ftojmë në këtë momente në podium antarin e Këshillit Bashkiak, mjekun Ilir Ali Mehmeti. Mirëmbrëma njerëz të lirë. Mirëmbrëma qendrëstar që s'u dorëzut kurrë. Mirëmbrëma dhe gjithë ju që me zemre me shpirt doshit ishit tu, po u dobut nga shteti juaj. U dobut nga shteti juaj nga krika e rilindjes me Edi Ramën krye. Është fakt që mbi 1.6 milion shqiptar sot janë jashtë Shqipërisë. Është fakt që 1 ndër 5 shqiptar që sot është Shqipëri po mendon të largohet. Gjithë kjo për shkak politikave që ndjek Edi Rama dhe rilindja. Politika që bazohen në shpopullim dhe abuzim pasurive publike. Kujdes, to abuzime në lek, sa do kolosale janë, nuk janë thjesht abuzime në numra, por janë abuzime që të qojnë në shkolla pa nxënës. Janë abuzime që të qojnë në spitale pa mjekë pa ilaçe. Janë abuzime që të qojnë në pronar pa prona. Janë abuzime që të qojnë në ekonomi pa të ardhme. E për gjitha këto, ka një emër, ka një përgjegjësi, dhe ky është Edi Rama. Një orë më parë, neve duhet t'i themi këtij njeriu që kishte pushtet absolut 13 vjet, që sot nuk ka më justifikime. Sot nuk ka më fajtor, nuk ka kush i ha më darda pas shpine. Kur ke të gjithë pushtetin, ke dhe të gjithë përgjegjësinë. Dhe ne sot ne mund të flasim për dështimin e qeverisë në shtetësi, mund të flasim për dështimin e qeverisë në arsim, mund të flasim për dështimin e qeverisë në siguri publike, në siguri rrugore, në siguri ushqimore, mund të flasim për dështimin e qeverisë në luftën kundër korrupsionit, mund të flasim për dështimin e qeverisë në luftën kundër narkotrafikut. Por nuk ka akuzë më të madhe historike për një qeveri se sa populli kur ikën. Kur populli të largohet, kur populli shkon rrugëve të botës, kjo është akuza më e madhe publike shpopullimi këtij vendi. Këtu jemi të gjithë qartë miq. Nuk kemi ardhur rastësisht, kujtojmë pa ku ishim përpara e ku jemi sot. Unë kujtoj një vend që kishim 2 fjalë, nën dhe baba. Sot kemi prindin 1 dhe prindin 2 sipas asaj qeverie. Kujtoj unë një vend ku kishim 2 gjini, mashkull dhe femër, sot kemi 10 gjini që na flet kjo qeveri. Kujtoj një vend ku ne kishim pronat tona, tokat tona. E sot ne kemi qeveri që flet për ish pronar. Kujtoj një vend ku neve ndërtonim rrugë kombëtare të sigurta me rëndësi gjeostrategjike. E sot qeveria ndërton e abuzon rrugë tunele që bien brenda vitit. Kujtoj një vend i cili hoqi vizat me vendet e Bashkimit Evropian, u bë vend antar i NATO-s. E sot kemi një qeveri që shpërndan certifikata sigurie kombëtare bandave. Ky është realiteti. Kjo ishte e pa imagjinueshme. Pa imagjinoni juve ku ishim përpara? Absolutisht po. Ne kemi arritur këtë përpara. Imagjinoni të rikthehemi vlerave. Ta kthejmë Shqipërinë vlerën e familjes, ta kthejmë Shqipërinë vlerën e shoqërisë, ta kthejmë Shqipërinë në vlerën perëndimore europiane. E të rikthejmë ato 10 mijëra, 100 mijëra emigrante të rinj që i hikën, siç kemi bërë dhe më përpara. Po kjo vetëm ndodh me një hallk parë. Në radh parë duhet largohet rilindja, Edi Rama. Ky vend këtu duhet çliruar një orë më parë. Me përndryshe asgjë tjetër s'është e mundur. E jo vetëm ne mund ta imagjinojmë këtë, po un kam këtu para syve të mi 10 burra dhe gra, që jo vetëm e imagjinojmë, po me besimin e tyre, me forcën e tyre, me kurajin e tyre, me përpjekjet e tyre, ata mund ta arrijnë për ju, për familjet tuaja, për brezat që vinë për gjithë Shqipërinë. Zbashku po qëndrum, Shqipëria fiton. Zbashku po qëndrum, Shqipëria shkon përpara. Hajde të bashkë ta bëjmë këtë Shqipëri. Faleminderit. Hajde dhe zbashku themi Rama ik.
Rama ik! Rama ik! Rama ik! Të gjithë bashku edhe njerë, fort, fort, fort! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Në narkoshtetin e Edi Ramës, as nuk mund të ankohesh, as mund të pyesesh kryeministrin ku era i bredh lart e poshtë me demek për të gjesa. A keni parë se çfarë i ndodhi fermerit në Divjak? Ndiqeni edhe një herë. Dhe jemi shtresa më pa mbrojtur. Për çfarë? I tha ministri finansave për ngrallë për fushat politike. Në rrosë të hynë malë e jashtë. Ju doni të thëni monopol. Tu ullu. Mua njeri nuk më imponohet dot me forcë. Ministër, unë jam e Lil Bidin atë ditë që u ngrit aty. Po e verifikojnë se unë tash e kam mikë, po e verifikojnë nëse dikush tjetër lunte mas këtij, atë tush ministër. I kërkoj ndjes shumë djalë i mirë, po si që erdhë rrethanat, unë i kërkoj falje. Në këto momente, ftojmë në podium aktivistin dhe gazetarin, Aulon Kanaja! Është kohë e patriotëve. Një patriot duhet jetë për herë i gatshëm të mbrojë shtetin e tij nga qeveria e tij. Shteti është i përhershëm, qeveria është e përkohshme. Çdo e keqe buron nga tirani. Tirania është sundimi i pakicës mbi shumicën dhe askush nuk e ka ushtruar me drejtësi, pushtetin e fituar me poshtërsi. Kombi i deleve prodhoi qeverinë e ujqërve, ne u bëm dele dhe këta u bën ujqër. Por për një popull që fle, mbi të zgjohen tiranët. Ndaj të zgjohemi dhe mos